E drejta për protest është një drejtë kushtetuese dhe e pacënueshme për këto. Parimisht keni shumë të drejtë, por si na arsyetoni dhe argumentoni këtë shkresë të ardhur nga policia e shtetit, e cila thot se nuk mund të protestojmë me objekte të vendosura në vendin ku ne po realizojmë një protestë. Policia e shtetit e kreu detyrën e saj më së miri dhe me përpikmëri. Në fakt, policia e shtetit nuk ka vepruar në mënyrë aq të përpikë dhe aq të rregull, pasi vetë gjykata e cilësoi si të palishëm arrestimin e 4 qytetarëve të lirë në protestën e datës 4 janar 2026. Policia e shtetit nuk ushtroi dhunë ndaj protestuesve. Po veprim është kryer mbi parimin e proporcionalitetit dhe domosdoshmërisë, ashtu siç e kërkon ligji dhe standardet për ruajtjen e sigurisë. Zonja ministre më lejoni që kujtoj se kemi mbi 50 ditë ne që protestojmë, e në fakt, ndërhyrja e policisë së shtetit në asnjërin nga tipët, në asnjërin nga herët nuk ka qenë në mënyrë profesionale. Megjithatë, pavarësisht të arrogancës, propagandës dhe dhunës tuaj, qytetarët do vazhdojnë të jenë në shesh. Në datën 31 janar ora 18:00, pas libit takon në shesh.